Dhe më gjërësisht në lidhje me këtë çështje, por edhe për sa i përket disa zhvillime të tjera që kanë të bëjnë me tregjet financiare, do diskutojmë me zotin Elvin Meka, ekspert i tregjeve financiare. Profesor Meka, mirëmëngjes, mirë se erdhët. Mirëmëngjesim. Sigur se ndojshëm edhe nga kronika, dje tashmë që duke nisur nga fillimi i këtij viti, bizneset mund të kenë mundësi të bëjnë pagesa në kesh deri në vlerën e 100.000 lekëve, ndërsa për individët ky tavan është shumë i lartë, në 500.000 lekë. Është një vendim i arsyeshëm krahasuar bizneset me individët, sepse normalisht për faktin që bizneset bëjnë më shumë xhiro, më shumë pagesa, mos duhet të ishte kundërta apo është një vendim i drejtë? Kam përshtypjen se qeveria ka ndërmarrë një nismë të tillë, nisur nga një qasje disi më pragmatike, në kuptimin që biznesi është më i mbuluar ose ka akses më të shpejtë dhe më të madh, sigurisht më të fortë, në shërbime financiare, ndërkohë që individët ende mbeten në një masë jo të vogël, me themi të pambuluar me shërbime të tilla. Nga ana tjetër dhe vetë shkalla e sofistikimit ose i edukimit financiar biznesit është patjetër shumë e lartë se sa e individit, dhe thënë kjo, ose duke marrë vetëm këto dy element, më mirë të themi, do të mjaftoni për të vendosur në një farë mënyrë dy lloj kufish, ose për të ecur me dy shpejtësi, pra në një kufi më të vogël, më të reduktuar në rastin e bizneseve, si përdorues më të shpejtë në një shkallë më të gjerë dhe më sofistikuar shërbime financiare, dhe nga ana tjetër individi shqiptar që për arsye objektive, por dhe subjektive, ende vijon në një farë mënyrë të përdori masivisht para fizike. Sigurisht që kufiri i lënë aktualisht për individët gjykohet paksa i lartë, pra në suazën e përpjekjeve që po bën ose të nisura ndërmarrë nga qeveria shqiptare për reduktimin e fortë përdorimit të keshit në ekonomi, pra kemi një diapazon të gjerë ose me të diferencë realisht të madhe me kufizimin e biznesit dhe të individëve, ndoshta mund gjykohen në një vlerë të paktën 300.000 lekë, mund të themi, pasi 500.000 lekë për momentin aktual, edhe për nivelin mesatar të fuqisberse të popullatës shqiptare, gjykohet një nivel i lartë. Megjithatë, ndoshta vitin që vjen, duke parë në një farë mënyrë edhe ecurinë ose shkallën të penetrimit shërbime financiare ose të mbulimit të popullatës me shërbime të tilla, mund gjykohet një ulje vit pas viti, po themi nga 500.000 lekë 400 ose 300. Ndërsa për sa i përket kryerjes ose me themi kufizimit vendosur për biznesin, në një farë mënyrë kjo është një shifër realiste, tash edhe një herë gjykuar nga shkalla e mbulimit me shërbime financiare, për sa i përket biznesit shqiptar, dhe nga ana tjetër do të kemi parasysh se kjo shkon në të njëjtin kam me luftën e madhe që po bëhet për reduktimin e informalitetit ose të ekonomisë informale, ku sigurisht një pjesë të madhe të konsiderueshme të kësaj ekonomie furnizon në pikërisht transaksionet biznesit. Ndërkohë, profesor Meka, në këtë linjë, ju e thatë që bizneset janë të integruar tashmë me shërbimet financiare që ofrojnë bankat, shërbimet online, mos duhet të jenë pikërisht individët, qytetarët, ai segment që duhet fokusohet më shumë në luftën kundër përdorimit paras kesh, sepse objektivat janë realisht tepër ambiciozë. Tham që kufizimi mund gjykohej të ishte edhe në një prag më të ulët, megjithatë besoj se këtu janë marrë në konsiderat pak a shumë ato fakte, ose me thënë faktor objektiv, më mirë të themi, pra me gjithë dëshirën e mirë që mund të ketë qeveria shqiptare, bankat, institucionet financiare, Banka e Shqipërisë, për një përdorim të theksuar të kanaleve zyrtare, pra më mirë të themi të kanaleve institucionale, jetojmë në një realitet në cilin në një farë mënyrë duket edhe sikur zhvillohet
paradoksalisht, më mirë themi, me këto lloj zhvillimesh ose avancimesh, më mirë themi, institucionale dhe teknologjike. Është fakt që gjatë gjithë këtyre viteve të fundit, në vend që të kemi një reduktim të keshit në ekonomi, kemi një rritje të paras kesh jashtë bankave. Dhe gjatë 2-3 viteve të fundit është fakt ose jemi të shqiptar të një rritje të fortë nga 10-15% të masës ose më mirë themi të parave që dalin jashtë sistemit bankar. Çka në një farë mënyrë duket sikur shkon dhe praktikisht shkon në drejtim të kundërt të pritshmërive që janë krijuar ose më themi të gjithë përpjekjeve që janë bërë nga të gjithë grupet e interesit, pra e vetë nga qeveria, por edhe nga vetë Banka e Shqipërisë dhe bankat, kryesisht, për ta kthyer mbrapsht, më mirë themi, këtë lloj trendi, pra në vend që të presim ulje, më mirë themi, të përdorimit të keshit në ekonomi si pasojë edhe e fushatave ose më mirë themi sipërmarrjeve të mëdha anti-informalitet, formalizimit të ekonomisë, fiskalizimit, pra janë procese të madhore dhe të shtrira gjatë paktën 4-5 viteve të fundit. Ajo që vëmë re është pikërisht rritja, pra në krahun tjetër e paras jashtë bankave. Pra, ne jetojmë në këtë mjedis, më mirë themi, në këtë realitet. Sigurisht, realiteti është sfidues, prandaj në një farë mënyrë gjykoj që për momentin, pra gjatë gjithë 2026-s, do të kemi fillimisht këtë prag të lartë, pra relativisht lartë, gjykohet relativisht i lartë, ose do ta në asnjë vend tjetër nuk mund të krahasohet Shqipëria në këtë lloj niveli. Jemi në pragun më të lartë, më mirë themi, të përdorimit të keshit ose të transaksioneve kesh nga individët. Megjithatë, kjo nuk duhet të stepi ose të zbehi, më mirë themi, për përpjekjet e institucioneve për të konsideruar një kufizim të vazhdueshëm, natyrisht duhet të ecur me hapa të kujdesshëm, pasi sado të përpiqemi ta ulim, më mirë themi, kufizimin shumë fort, në vend që të lehtësojmë punë ose të rregullojmë punë, mund të prishim punë. Sepse në një farë mënyrë duhet respektuar ose më thënë duhet menaxhuar e gjithë kjo situatë ose më thënë ky realitet me cilin ne ndeshemi çdo ditë dhe duam do të mundohemi ta akomodojmë ose ky lloj mjedisi do duhet të menaxhohet dhe të orientohet dita ditës ose brenda një periudhe të caktuar kohe drejt kufizimit përdorimit, më mirë themi, të paras kesh. Kam përshtypjen dhe bindjen që në çdo vit që do vi më pas do të shikojmë si thua uljen e her pas hershme, më mirë themi, të kufirit maksimal përdorimit të keshit. Ndërkohë që për pjesën biznesit ky lloj kufizimi mund të mbetet pasi gjykuar edhe nga niveli i kostove, të shërbimeve, transaksioneve të madrave që shkëmbejnë, më mirë themi, me njëri tjetrin bizneset, një nivel të themi 100.000 lekë ose ekuivalenti afërsisht 1.000 euro, gjykohet që është një lloj vlere relativisht e menaxhueshme ose më mirë themi e arsyeshme për t'u lënë për të lënë këtë lloj hapësire për përdorimit paras kesh, duke pasur në konsiderat edhe faktin se një pjesë jo e vogël e sipërmarrjes së Shqipërisë është një biznes i vogël, mikro, çka në një farë mënyre si thua i nevojitet ajo. Zhdukja pothuajse totale, më mirë themi, e përdorimit paras fizike, sigurisht që do të krijonte disa pengesa të vogla objektive, por nga ana tjetër do kemi qartë edhe një gjë që ky lloj aksioni duhet parë në harmoni të plotë edhe me sipërmarrjen institucionale, pra kryesisht nga ana e Bankës së Shqipërisë, por edhe bankave të tjera, pra bankë niveli 2, në drejtim të uljes thelbësore të kostos së ndërmjetësimit parave ose të transaksioneve. Pasi nga një anë përpiqemi dhe kemi interes, më mirë themi, që të ulim masivisht përdorimin të keshit në ekonomi, por nga ana tjetër vetë aktorët ose operatorët treg duhet të stimulohen për përdorimin, më mirë themi, të kanaleve zyrtare ose pagesave elektronike, pikërisht duke i bërë ato
shumë më të lira dhe shumë më të aksesueshme. Pra, ideja është kostot mos jenë në pengesë thelbësore, më themi për përdorimin ose për nxitjen, më themi përdorimit të kanaleve alternative për sa i përket përdorimit të keshit. Përveç kostove, profesor Meka, duhet që edhe edukimi, sensibilizimi, mbase edhe rritja e besimit duhet jenë pjesë e këtij objektivi më saktë për të përdorur sa më pak të jetë mundur keshin, kostot patjetër që janë një faktor mjaft i rëndësishëm. Sigurisht që kemi thënë dhe është përmendur shpesh ky fakt i nevojës së përhershme për fat keq pjesa e edukimit financiar ose zgjerimit dijes financiare është diçka që nuk mbaron. Pra është si puna e arsimit, shkollës, shëndetësisë. Pra kemi nevojë të përditshme. Në një farë mënyrë është një lloj e mirë publike, e cila duhet marrë një vëmendje të shtuar dhe nuk duhet të mbetet vetëm detyrë e Bankës së Shqipërisë, e cila brenda mandatit saj dhe me mjetet dhe mundësitë që ka pasur, them se ka të përmbushur, më themi, këtë rol dhe detyrë, por roli i saj ose angazhimi i saj mbetet objektivisht i kufizuar, pra nëse ajo ka mundësi dhe i lejohet, më themi, të kryej edukim financiar dhe të investohet apo të shpenzoj për fushat të tilla, Banka e Shqipërisë vazhdimisht pra në mënyrë të pandërprerë për të themi të paktën në 20 vite është angazhuar fuqishëm në pjesën e edukimit financiar. Duhet parë kjo lloj projekte duhet parë e harmonizuar ose më themi edhe si një detyrë përgjegjësi edhe institucioneve të tjera financiare, pra bankat, shoqatave, bankave, institucionet e tjera financiare, jo banka, por sigurisht një rol të konsiderueshëm. Mendoj se ka ardhur koha që tuaj edhe qeveria teknikisht është diskutuar për një strategji kombëtare të edukimit financiar, i cila deri më sot nuk është se kemi parë një dokument të finalizuar, ku sigurisht një rol pritet ketë edhe autoriteti, ose duhet ketë autoriteti mbikëqyrjes financiare, për pjesën që i takon të sistemit financiar jo bank, pasi në një farë mënyrë sistemi është i plot ose duhet jetë i plot, dia duhet jetë gjithë përfshirëse. Pra nevojitet pra të kemi një strategji të shkruar zyrtare ku aktorët do të jenë shumë dhe kryesisht regulator, por edhe me pjesëmarrje të fortë qeverisë shqiptare, kryesisht nëpërmjet Ministrisë së Arsimit, por sigurisht edhe Ministrisë së Ekonomisë, dhe kur themi për edukim ose rritje të dijes financiare, kjo nuk duhet të kuptoj vetëm thjesht futjen e koncepteve dhe parimeve ekonomike në lëndët ose në kurrikulat e shkollës, pra në të arsimit para universitar, por një përpjekje dhe sipërmarrje më e gjerë, mekanizmat dhe mjetet nuk mungojnë, këto nuk kapset të shpiket kota, në një farë mënyre shumë masa ose në tem mekanizma praktik që nga ato më të thjeshtë deri ato më sofistikuara janë tashmë të aplikueshme në vendet më të zhvilluara, pra mjafton të marrim eksperiencat vendeve evropiane, kryesisht vendeve nordike, të cilat kanë një eksperiencë të shkëlqyer për sa i përket mekanizmave të thjeshtë, në themi të edukimit financiar që synojnë fillimin dhe zgjerimin në themi të dijes financiare, që sigurisht ky investim thashë edhe një konsiderohet si e mirë publike ose duhet konsiderohet si e tillë, dhe thënë kjo s'duhet pritur, pra më mirë themi nuk duhet ecur me hapa spontan ose më mirë themi që secili digaster institucion ose grup i interesi ta shikojë ta zgjidhë vetë, pra ka nevojë për një aksion të koordinuar, të përhershëm, pra të përditshëm, pra nuk duhet konceptuar si një element ose më mirë themi si një sipërmarrje që bëhet këtë vit dhe mbaron, domethënë, e quajmë misionin të kryer, është diçka
që nuk mbaron pasi vazhdimisht hyn popullata re në treg, për te, më themi, zhvillimeve demografike që ka Shqipëria, por gjithmonë populata e çdo moshe, por sigurisht paktën brezi aktiv në punë, pra deri të paktën në moshën 60-65 vjeçare, besoj se ka gjithmonë diçka për të mësuar ose ka gjithmonë një hapësirë për të edukuar, më themi, nga pikpamja financiare, me qëllim që jo vetëm thjesht të shërbej me formalizimit të ekonomisë, por më tepër të synoj marrje me vendimeve sa më të drejta dhe të shëndosha në menaxhim financiar. Pasi sa do të flasim dhe diskutojmë për zhvillimin ose avancimin e sistemit financiar, mjeteve të pagesave, në finale ato vendimet e vogla ekonomike merren brenda buxheteve të çdo familje shqiptare dhe në një farë mënyre çdo pjesëtar aktiv ose që siguron të ardhurë ose që kontribon në buxhete familjare, në një farë mënyre është dhe duhet të jetë një lloj menaxheri i vogël i këtyre parave, pra sa më i ditur të jetë, po themi, ky person nga pikpamja financiare, aq më të mira do të jenë ose aq më të shëndosha do të jenë nga pikpamja e menaxhimit financiar këto lloj vendimesh dhe sigurisht aq më e lehtë do të jetë puna edhe për vetë institucionet financiare dhe gjithmonë dhe më pak problematika do të ketë në kuadër të zhvillimit të sistemit financiar. Profesor Meka, për të folur edhe për kostot, bizneset në turizëm dhe në transport janë detyruara që nga qershori 2026 duhet vendosin ato POS-et, pikat e pagesave. Normalisht, aktualisht, kostot janë të larta, që variojnë nga 2 deri në 3% të xhiros, që shkon shumë tepër nëse flasim për fitimin. Sa duhet jenë këto kosto? Normalisht në mënyrë që të pranohen edhe nga ana e bizneseve. Natyrisht, Shqipëria përbën një treg të vogël dhe ka një logjik mbrapa vlerës lartë, të kostos ndërmjetësimit ose të përdorimit, të POS-eve ose teknologjisë të pranimit pagesave me kartë. Këto nuk është çështja e investimit fillestar të pajisjes, pasi plot raste dhe iniciativa ku ato ofrohen edhe falas, pra pa investim fillestar, dhe nuk është kjo kostoja që biznesi nuk po do të sipërmarrë. Sigurisht është e drejta që thoni që nivelet e kostove që i ngarkohen tregtarëve varion deri në nivele 2 ose 3% që gjykohet ekstremisht e lartë, nëse do t'i krahasojmë me vendet e tjera, jo vetëm të rajonit, por edhe me vendet e tjera zhvilluara. Nëse për shembull do marrim Zvicrën, këto kosto janë diku 0,17%, pra 0,2% maksimumi. Sigurisht Shqipëria ka paksa të vështirë të lëvizë me shpejtësi drejt këtyre nivelet kostove, pasi duhet nga pikpamja ekonomike dhe financiare duhet të ekzistojë një ekonomi shkallë që të mundsojë pra një nivel i caktuar ose numër i caktuar i transaksioneve që duhet të kryhen nëpërmjet këtyre pajisjeve, me qëllim që operatorët ose ndërmjetësit të mund të konsiderojnë uljen relativisht të fortë të këtyre llojit transaksioneve. Duhet të ketë parasysh që një pjesë jo e vogël e kostos totale që i ngarkohet tregtarëve nuk ngarkohet nga ana e bankave shqiptare, pra që shërbejnë si një lloj ndërmjetësi ose lehtësuesi në themi transaksioneve, po ngarkohen nga operatorët ndërkombëtar ose nga operatorët e tjerë në treg të cilët ndihmojnë ose janë pjesë e këtij ekosistemi që mundson kryen e shpejtë të tyre pagesave. Sigurisht këtu një rol ka dhe duhet luajë Banka e Shqipërisë dhe qeveria shqiptare për të rakorduar ose për të gjetur një lloj mesme të pranueshme për konsiderimin e uljeve relativisht të forta të kostos së transaksioneve, unë e thash dhe më parë, që ndërkohë që kërkojmë të masivizojmë kryerjen e pagesave elektronike ose në mënyrë kanaleve zyrtare, duhet nga ana tjetër të ketë një përpjekje dhe një akord ose dakordsi, sigurisht brenda parimeve biznesit, pra pa shkaktuar humbje dhe dëme në mënyrë të biznesit, për të ofruar një infrastrukturë me kosto optimale. Sigurisht Shqipëria ka paksa
të vështirë, pra duke mos siguruar ekonomisht shkallë, siç sigurojnë vendet të tjera, ka shumë vështirë që e vendosur në kuadër të ndërmjetësave ose me theme të ofruesve ndërkombëtar të kartave, e ka shumë vështirë të punojmë me këto standarde të larta. Është pak a shumë si kostot e telekomunikacionit, që pavarësisht se përdorim, pra jemi treg i vogël, por përdorë të njëjtën teknologji, kosto investime dhe gjithë këto kosto fikse duhet shpërndahet në pak operator dhe në pak transakcione. Por sigurisht sa më i madh jetë numri i transaksioneve, aq më potencial kanë për të ulur, më themi, kostot fikse. E njëjta logjik ndiqet edhe në industrinë të kartave. Nga ana tjetër, Shqipërinë nuk e favorizon edhe mungesa e një karte kontare pagesash, pakte në lek, pra monedën lek, dhe për transaksionet brenda Shqipërisë. E mira do ishte që kishim një kartë kontare që sigurisht do të kuizonte në mënyrë thellore, më themi, kostot e ndërmjetësimit ose kostot e ofrimit të këtyre shërbimeve, të paktën monedën shqiptare, pra nuk bëjmë fjalë për pjesën e transaksioneve në monedë të huaj brenda ose jashtë Shqipërisë, por Shqipëria, si thua, e ka kaluar ose e ka djegur, më themi, këtë lloj mundësie dhe këtë lloj alternative që mund të siguronte bazën e mirë për ofrimin e këtyre lloj transaksioneve ose ekzekutimit të këtyre pagesave me kosto thelbësisht më të ulët se sa ato çka shikojmë sot. Megjithatë, mendoj se me rritjen dhe zgjerimin e mëtejshëm të këtyre pagesave me karta elektronike, bankare, do të gjendet mundësia dhe hapësira për të konsideruar një ulje në vazhdimsi të kostos, më themi, të përpunimit të këtyre transaksioneve. Sigurisht do ta kemi të vështirë për t'i ulur kostot në ato nivele që gjejmë sot në vendet e zhvilluara. Sepse thamë edhe një herë, kemi një ekonomi shumë të vogël, kemi një informalitet relativisht lartë në raport me ekonomitë e tjera, jemi treg i vogël dhe sigurisht edhe fuqia financiare, për te edukimi financiar, fuqia financiare e popullatës shqiptare është në këto nivele që nuk lejon ose mundson një rritje domethënse brenda një periudhe shumë të shkurtër të përdorimit të kartave ose të kryerjes së një numri shumë herë më të madh të transaksioneve ose të volumeve shumë herë më të mëdha se sa ato që janë sot. Sigurisht mundësitë ekzistojnë, por është, thashë, shumë e rëndësishme akorde ose më themi koordinimi i përpjekjeve të tilla, pra do të bërë përpjekje nga të gjithë aktorët dhe në të gjithë drejtimet. Pra nuk mjafton vetëm një element ose një vektor e zhvillimi, pra duhet të ketë një harmonizim të gjithë sektorëve dhe sigurisht të gjithë aktorëve që në një mënyrë ose tjetër, direkt ose indirekt, të marrin pjesë, më themi, në të gjithë këtë sistem ose më themi ekuacion të kryerjes pagesave. Profesor Meka, edhe në ditën e sotme, euro tregtohet mesatarisht sipas Bankës së Shqipërisë 96.6 lek, ndërkohë nëse shohim kompanitë, operatorët në treg, agjencitë e këmbimit valutor, euro blihet me 95.8, shitet me 97 lek. Pati njëkohësisht një luhatje të madhe në ditë e fundit të dhjetorit. Një zhvlerësim, pastaj një korektim. Janë përgjithsisht lëvizjet të operatorëve të tregut, apo është më tepër një aspekt psikologjik që për shkak të pritshmërive do të ketë prurje, tendenca është në rënje? Natyrisht po bëhet disa sezone, më themi jo vetëm në fund vitit, por edhe kryesisht gjatë periudhës pikut turistik në verë, pra kryesisht në fund të majit ose në qershor, që vjet re një lëvizje disi paradoksale, pra kur kemi pritshmëri për flukse më të larta të euros ose monedave të huaja në treg, pra që supozohet kemi një kurs më të ulët, pra që në mënyrë logjike dhe natyrale shkon drejt vlerësimit, kemi një rritje, pra një
lëvizje në katë kundërt, rritje. Kjo gjë u vu pak a shumë re edhe në ditët e fundit, pra 2-3 ditët e fundit vitit 2025, dhe kjo vjen kryesisht nga një lloj spekulimi, relativisht i kufizuar në kohë, që realizohet jo vetëm thjesht nga operatorët e tregut, por edhe nga individë dhe kompani të ndryshme, të cilët mendojnë se kanë përshmëri që të mund ta blejmë sa më lirë euron në këtë moment, pra në këto ditë që kemi pritshmëri të nda për flukset larta, pra duke krijuar pritshmëri për ulje të shpejtë dhe të mëtejshme të kursit, fillojmë dhe blejmë me këtë kurs të lirë, por nga ana tjetër, duke qenë që kemi një treg të vogël, pra treg relativisht cekët për sa i përket shkrimit valutave, kjo sjell pastaj efektin të kundërt, ku nga ana tjetër tregu percepton ose operatorët e tregut shikojnë jo vetëm thjesht një ofertë të shtuar për monedat tuaja, por edhe një kërkesë relativisht të lartë në blerje, dhe për këtë arsye natyrisht kemi një kërkesë ofertë, të një kundër kërkesës dhe ofertës në treg, sigurisht nuk përjashtojnë mundësitë edhe të spekullimit nga ana e operatorëve, të cilët duke ditur këtë lloj qasje që mund të kenë individë ose pjesëmarrës të ndryshëm ose të caktuar në treg, sidomos gjatë periudhave të tilla, domethënë pra fundit vitit ose para pikut fillimit të sezonit turistik ose të pushimeve verore, ndërhyn në krah të kundërt pa bën një lloj spekulimi, i cili sigurisht zgjat pak, pra nëse u vu re, pra në ditën e parë zyrtare të punës, pra ishte dita e hënë, dhe kurse pak a shumë shkojnë në atë çka ishte diku një javë më parë, pra pak para fundit vitit 2025, pra po themi diku midis periudhës së Krishtlindjeve dhe të fundit të vitit, pra jo në ato diku patëm një rritje në emërtimet të kursit të këmbimit, sigurisht edhe kjo rritje nuk është se ishte diçka e konsiderueshme ose për tu marrë në serat, por që në farë mënyrë edhe dje, pra të filluar që nga dita e djeshme, dhe do të shikohet edhe sot, ky kurs ose në theme ky nivel ose i çmimit kryesisht të euros shkon pak a shumë në terrenin e vet, pra pak a shumë në atë nivel që ishte përpara këtyre ditëve spekulative, si mund të themi. Është një lloj fenomeni që është tashmë prezent në treg, nuk është se ka ndonjë lëvizje të jashtëzakonshme ose më themi prerje masive shkëmbimesh të cilët mund kushtojnë ose kondicionojnë situata të tilla, sigurisht ata që nuk ka nevoja ose emergjenca për të kryer shkëmbime, duhet presin periudha të tilla, pra mundohet të presin që të kalojnë më themi këto lloj ditësh ose momentesh, pra për të mos u nxituar, për të mos humbur më themi atë vlerë i cila është një lloj përcimi jo real ose më themi subjektiv, dhe që nuk bazohet si thosh në ato fundamentet të zakonshme të zhvillimit të tregut. Profesor Meka, ju falenderoj për të gjitha mendimet e sjella në studio, ditë mbar.